Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në këtë episod të radhës, do të komentojmë zhvillimet politike nga drejtësia, aktualiteti nga rajoni, konkretisht tek trojet tona, por edhe zhvillimet gjeopolitike dhe ndikimin në Shqipëri. Gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me avokatin, mikun e emisionit ton, Zaçe Islami, avokat. Përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe juve. Avokat, nëse ju ma lejoni, ta nisim me një batutë. Ndërkohë që presim bëjnë ndryshimin Amerika apo Europa, në kryeministri ka shkruar një letër me një ultimatum kryeministrit për liruar zyrën. Besoj e keni parë, e keni lexuar. Keni ndonjë koment? Jo, nuk merrem me këto sepse unë atë çështje atë kapitull e kam mbyllur me kohë, që 2 vjet dhe duke folur dhe nga kanali juaj madje, po të janë karagjosuese që i shkojnë për shtat politikët e aktualitetit shqiptar. Pra ju mendoni që është hedhur me qëllim kjo si histori vere që të merren njerëzit ashtu siç ndodhi vjet? Thjesht për të bërë një gallat të mos vrasin mendin për hallet që kanë. Për këtë që jo se ka ndonjë gjati që duhet të marrë seriozisht, as bëhet fjalë fare. Është gallat me regji beson apo jo? Tani është apo s'është gallatur, nuk e di, unë di që nuk ka gjë serioze. Jo, me kam fjalën që është me regji, them, ka njëri brapa që i luan fijet për këtë? Me regjizor? Patjetër që ka. Dikush tallet me shqiptarët, dikush tallet dhe me atë që është ai rapushit që quajnë ato, se nuk e di kush është ai, çfarë është, se ç'përfaqëson. Që kam dëgjuar ndonjëherë, më pa dëgjuar është, po çiko nuk e vlen të humbasim kohë për të marrë me bullallëqe. Okej, hym tek problemet tona të mëdha. Avokat, prisni diçka që mund të lëvizë në këtë muaj, apo se pastaj janë normalisht pushimet e verës, më thash, më shumë vëmendja tani është përqendruar tek ajo që vjen nga Brukseli, lajmet nga IBAR-i, një raport për ecurinë e Shqipërisë që nuk është miratuar për herë të dytë. Kemi disa kushte që vazhdojnë që ndrojnë nga Gjermania, Greqia, por çuditërisht edhe nga Polonia. Kjo është shkakton më shumë habi, pra po sipas mediave janë gati 9 vende që nuk e kanë dhënë dritën një shitje për Shqipërinë. Dikur u takuan dy shok që kishin ca kohë që se kishin takuar njëri tjetrin dhe njëri nga këta i kishte dhënë ca para borx shokut të tij. Dhe i thot ky kreditori, "Ore, kur do më japsh ato lekë sot që të kam dhënë?" I thot ai, "Dëgjoj, tha. Sa të rrosh të më kërkosh, tha, sa të jem të t'i kem." Këto janë marrëdhëniet e Brukselit me Tiranën. Kanë 35 vjet që tallen me shqiptarët. Kanë 35 vjet kryeministrat e Shqipërisë që gënjejnë dhe mashtrojnë shqiptarët. Janë bërë domethënë klouna cirku, që s'kanë pikën e seriozitetit. Që tallen me shqiptarët dhe i mbajnë të nështruar, të shkelur, të poshtëruar, të përbuzur, të vjedhur, të grabitur. Ne po na grabisin këta dhe Brukseli bën se Brukseli tallet. Brukseli tall me nderen, thot populli shqiptar. Qa prisni ju nga Brukseli, se seriozisht nuk u kam kuptuar as juve të medias. Qa do të bëj Brukseli, qa i mungon Shqipërisë, ose qa ka Shqipëria për ty në Europë? Shqipëria s'ka asgjë. Shqipëria vetëm grabitet, Shqipëria shërben si treg dhe si lëndë e parë për bindëshat e Evropës dhe të Amerikës. S'ka Shqipëria si gjë konkrete. Populli shqiptar ka mbaruar të ekzistuar, ta dinë, ta dëgjojnë, të mirë, të ligj, të bardhë të zinj. Populli shqiptar s'ka strukturë kurrizore. Populli shqiptar nuk merr vesh se ç'po i gjën. Nuk e shikon që është boshatisur Shqipëria, nuk e shikon që po vidhet prona, po grabitet prona, nuk e shikon që po tallet ditë për ditë. Dhe fajtor për këtë situatë në Shqipëri janë dhe parat që dërgojnë të emigrantët tanë jashtë shtetit. Ata fatëzinj janë shumë fatëzinj në fakt, sepse përveç taksave dhe tatimeve dhe detyrimeve që kanë në vendet ku banojnë, mbajnë dhe Edi Ramën me remitancat e tyre që dërgojnë këtu në Shqipëri në këmbë.
Nëse nuk do ishin remitancat e atyre, popullit shqiptar që s'ka me se të marrë një pak aspirin, do ngrej në këmbë dhe do ta përmbyste. Duke qenë se ata e bajnë me injekcione që vinë, janë vitamina fuqie ato që vinë nga Evropa, për shqiptarët, dhe për Edi Ramën, për qeverinë e tij, atëherë nuk kemi asnjë gjë në vijë dhe shqiptarët do vuajnë tërë jetën kështu fal atyre parave që dërgojnë emigrantët nga jashtë. Pra ju thoni që ata ta na lënë. Ata, duam apo s'duam neve, ata mbajnë Edi Ramën në këmbë. Duam apo s'duam neve, ata mbajnë popullin shqiptar me bukë. E mbajnë ata. Edi Rama vetëm vjedh nga lekët e atyre. Me lekët e atyre ne paguajmë ujë, paguajmë dritat, paguajmë ilaçet. Me lekët e atyre. Pra, qa marrim vetë nga djersa dhe nga puna jonë 7 vjeçare në Shqipëri? Asnjë gjë, as e kacide. Thjesht kemi investuar, kemi prodhuar ca fëmijë, ca djeme dhe vajza të reja, të cilët i kemi dërguar nga syt këmbët në Perëndim, të cilët dhe vetë nuk dinë se ku janë, po e heqin nga goja për të dërguar 5 lekë prindërve të tyre këtu. Kjo është sa humane aq edhe kriminale. Është humane sepse mbajnë në këmbë prindërit e tyre jetojnë, mbajnë frymën gjallë, por është kriminale se me këto para bëhet një pushtet kriminal në fuqi. Avokat, mirë Bashkimi Evropian, po sikur janë zbehu pak pritshmëritë edhe nga Shtetet e Bashkuara. E keni vënë re këtë? S'ka pasunojnë pritshmërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëherë s'ka pritur gjë. As pres. Është tënë që do na ndihmojnë, vetëm merr në Shqipëri Amerika, nuk jep gjë. Deri tani s'ka dhënë gjë. Po, pritej që ndoshta mund të kishe një dorë të hekur që mund të rregullonte çik gjërat këtej. Dëgjoj zotëri. Amerika deri tani po tall anën me neve. Amerika mban në pushtet dhe marrëdhënie të shkëlqyera me Edi Ramën. Ato janë shtetërore. Po neve shteti po na shkel këtu, nuk na shkel. S'ka ndoshta mbështeten te një po të jetë një parti e re, një parti opozitare që të shikojnë të ardhmen që të mbështetin. Jo mund të bëjnë atë këtë tjetër që të ndërpresin marrëdhënie me këtë qeverit hajdutësh. Ti thonë ti zotëri je i korruptuar, ti je narkoman, ti je i degraduar si njeri, ti je hajdut, ti je grabitës, ti nuk meriton të drejtosh Shqipërinë. Nuk duam të kemi marrëdhënie me ty. Dhe trap, një të tërë që bëjnë ambasadën. Pse e hoqën ambasadën në 46-ën, se ju ngacmoni vetë mua. Pse e hoqën ambasadën në 46 në Amerikanë? Mund të më thonë? Nësë jemi si 46 në tani. Jemi demokraci. Jo, e ke gabim, në 46 hante që një petulla në Shqipëri, se kishte para s'na të dojë dhe Flori s'na të dojë që i gjithë Floriri u grumullua nga komunistëve shkoj, nuk e dim se ku ka shkuar. Ndërsa sot shqiptari shkeq për bukën e gojës. Pra, Amerika nëse e do Shqipërinë, duhet bëj atë që bëri në 46-ën, të bllokojë marrëdhëniet me Edi Ramën, me këtë qeveri kuishlinge, me këtë qeveri antikombëtare, anti-shqiptare, anti-njerëzore. Me këta hajdut që për ditë po dalin hajdutllëqet e tyre, vjedhjet e tyre, krimet e tyre dhe Amerika rripën se i. U tha që ndërtoi SPAK-un dhe BK-n i ngriti këtu në Shqipëri, Biron Kombëtare të Hetimeve dhe SPAK-u. Çfarë po bëjnë ata të dy? Nuk ja mban dhe nuk i pyet Edi Rama tall anën Edi Rama me ta, me SPAK-un, kur ata i thonë ishim imunitetin Belindës. Qa është e fort, nuk di Amerika nuk ka fuqi, apo është i fort Edi Rama? Jo, Amerika i thotë bështëduar braveten me shqiptarë, ta të kemi lëna gjithë ty në vazhdo qeveristi. Po, kishim edhe ca projekte së fundmi, avokat, ne kemi folur, ai projekti gasjellësit që do kaloj, do futen Greqi, do kaloj nga Shqipëria, Ballkani një nyje. Duket sikur kanë hedhur syt këte nga Ballkani, kur janë dhe troje tona. Mos u gënjeni. Dhe mos u bëni dhe ju transmetues të asaj gënjesht të ati mashtrimi tjerë të konshëm. Ai gasjellë si zotëri bëhet për interesat Greqisë, jo tona. As Amerikës. Lobi grek në Amerikë, që është tepër i fuqishëm, me në krya të Gadojanin, mikun më të ngushtë të Berishës që e ka pritur disa herë në zyrë këtu në Tiranë, kur që në krye të vendit, punon natë, ditë,
për të marrë jugun e Shqipërisë. Dhe praktikisht po e merr. E merr nëpërmjet dy bashkive që janë një lloj me këto zajednicat e Serbisë, dhe e merr nëpërmjet krijimit dhe sajimit të rreth 250.000 minoritarëve grek në Shqipëri. Ata janë gjë tjetër veç se janë shqiptarë që kanë marrë kartë identiteti greke në këmbim të dhënies të deklarimit që janë homogen grek. Dhe me 250.000 të tillë jashtë prishur, Greqia kur të doj shpall autonominë në jug të Shqipërisë në Vorë e Pirë. Dhe s'ka kushtot jo, s'ka kushtot ndalë, sepse Shqipëria s'ka as qeveri, as ushtri, as polici për atë punë, as një gjë. Shqipëria ka vetëm një polici që mbron tregtarët e drogës, hajdutët, kriminalët, grupet e armatosura, të cilët janë të armatosur, qeveria i di, policia i di dhe nuk po bën asnjë veprim për t'i arrestuar, për t'i futur në burg, sepse ata e kanë në dorë qeverinë, janë pikërisht ata që kanë emëruar gjyqtarët, prokurorët dhe policët. Avokat, me që më preket çështjen e jugut dhe këto bashkitë, më the tash te kjo ndarje re territoriale, do bëhet një manovër, si mendoni që do ta ndajnë tani Shqipërinë? Gjithçka do bëhet në interes të kërkesave të Greqisë dhe mbajini mend, për atë vate Edi Rama në Athinë. Atë urdhër ka marrë. Prandaj doli dhe çështja e ndarjes territoriale. Janë bërë një 7 ndarje territoriale të Shqipërisë, 7 herë në mos gaboj. Dhe të 7 herët janë bërë në funksion të interesave të Partisë Socialiste, të komunistëve shqiptarë, se s'ka parti tjera, një parti është Partia e Punës, ajo qeverisë. Po tani si mendoni si do ndahet? Mendoni diçka bashki që mund të shuhen apo mund të krijohen më shumë më pak me rajone? Çfarë do bëjnë? Se duket sikur po kurdiset një pazar aty. Pazari është interes sipas urdhrit që ka marrë, nuk e di çu ka marrë nga Mitsotakis, Edi Rama, po në bazë kërkesave të Toreksit megalides greke. Ka mbaruar e punë. Mos harroni që në Zakintho para 15 ditësh parakaluan, sa u bën tani, parakaluan me flamurin e Vorë e Pirit një grup i dërguar nga rreth i Fierit. Nga ky Kejfliu i madh i bashkisë Fierit, se na dolën të kryetarët e bashkive Kejfli me dashnore, me konkubina. Ja kjo është, mos shpresoni asgjë. Ju thash, jemi të dënuar, të zhdukemi si kombë dhe si shtet, dhe pas sa vjetësh nuk do ketë më në hartë Shqipëri. Do ketë Greqi dhe Serbi. Po, se di avokat, por gjithsesi, domethënë ne jemi këtu, do shohim çfarë do ndodh. Unë e di ç'do ndodh. Unë e di ç'do ndodh. Do shkelen më tej interesat tona kombëtare. Këtë e di mirë. Dhe për këtë ju garantoj juve dhe qytetarë shqiptarë, do ta shihni. Avokat, po tek se e preket pak më lart, prisni diçka se ka pas ditët e fundit sa kontrolle për docjen e Ballukut. Prisni në lëvizje në gjë? Absolutisht asnjë lloj lëvizje. Kush të BKH-ja zotëri, kush SPAF-u zotëri, ku janë miqtë tanë amerikanë zotëri që nuk i shëngojnë rripat e Edi Ramës dhe t'i thonë dorëzojeni atë, jepja një drejtësisë. Po më sa duket, nuk është Belinda Balluku ai duhet arrestuar. Është Edi Rama. Dhe amerikanëve Edi Rama u duhet për të plotësuar ca kërkesa të lobit grek në Amerikë, të gazojanit me shok. Dhe prandaj e mbajnë Edi Rama, se u plotëson një për një kërkesat. Avokat, këte nga gjysma tjetër, ç'a ndodh? Cila gjysmë? E Berishës. Pse i llogarisni për të gjallë akoma ju? E pe gjithat protestat ja, avokat? Gjithatë. Po mirë, më dhe të bëjë protestat, ta bëjnë gjirë në bulevard. U japin kanë sjellë dhe mercenar nga jashtë, çfarë lexojmë në media, të cilët i paguajnë nga $200-300 për të bërë një parakalim ceremonial atje me shokun Berisha në krye. Edhe kaq. Berisha është tradhtar, Berisha është spiun, Berisha është antikombëtar, Berisha është agent i shumë zbulimeve dhe i shumë shërbimeve. Berisha ka marrë për detyrë që të mbajë Ramën në pushtet nëpërmjet xhirove që bën në bulevard dhe asnjë më shumë.
Dhe të dalin të më thonë mua qa po bëjë, që rezultat kanë me protesta dhe pse i bëj. Përse i bëj, cili është objektivi, cili është plani edhe objektivi i protestuesve, që duan të arrijnë. Kanë thënë gjithë tani jo, vetëm thonë Rama ik. Ishin Nano ik, Rama ik, Dreqi ik, e kuptoj që bëjnë këta në klonë. Edhe talën në shqiptar, edhe populli shqiptar popull. Qa ma bëri popull këtu kanë beru qa pensionistë të rrjedhur nga trut e kokët që din as gjithë nga po ven, edhe administrata e patronazhistëve rreth 250.000 në punën shteti që paguhen nga të ardhurat e taksave dhe të shitjes së pasurimeve tona kombëtare, vetëm që të rrinë komunistët në pushtet. Dhe fjala e Ramiz Alis, që këta të rrinë gjithë jetën në pushtet, po çdo vend po realizohet pik për pik. Avokat Gasperopali, prisi në gjë apo u shua ajo? Po pse qendezur edhe u shua? Disa po shikonin si në syri që po ndizej brenda PS-s po. Unë des një zjarë në përrua, tha mbrëm unë se sot u shua. Unë t'i them me proverba popullore, më bukur s'ka ku vete. Tani avokat, kalojmë tek pjesa tjetër. Në trojet tona në Kosovë, ju e keni parë atje situata në pritje të lirimit e atyre që janë në hak atësh së madhe, vazhdon të jetë tensionuar, një situatë që i shkon përshtat si duket Serbisë, normalisht me retorikën e saj që këta s'din ndërtojnë shtet, për fat keq nuk po arrin të dalin nga ky ngërç politik atje. Në Kosovë veprojnë në mënyrë të ecshme agjentura serbe, sepse e ka strukturën të ngritur. Infrastruktura agjenturore e Serbisë, e shërbimit sekret serb të Kosovë, është absolute. E kanë aktivizuar njerëzit e tyre, kanë futur dhe para, do fusin dhe para me qëllim që të rrëzojnë Albin Kurtit. Nuk do të rrëzojnë do të Albin Kurtin, unë kam besim për këtë punë. Veç se me një mënyrë, t'i vjedhin votat në kutit e votimit. Të bëjnë atë poshtësi që bëhet në Shqipëri stahet që ka zgjedhje. Ndryshe Albin Kurti nuk rrëzohet. Në Maqedoni, prapë po përgatitet protesta rrallës e studentëve avokat për çështjen e gjuhës. Edhe atje situata zihen. Dëgjoj zotëri. Maqedoninë e sabotuan amerikanët në 2001 kur u vra komandant Teli, edhe u vran gjithë luftëtarët, shumë luftëtarë të ushtrisë qeveritare kombëtare. Nuk na lë kryqi i Evropës neve që të bëjmë përpara, pik. Kaq. Avokat, edhe diçka kam, se ju thatë që te SBA-ja, te BE-ja dhe SBA-ja nuk duhet shpresojmë. Tani puna është që ku do të mbështetemi avokat? Tani këte nga Turqia si duket situata? Tiranët si thonë të majtja jotja. Duhet të mbështetemi të vetja jonë. Po, vetë ju thatë që s'kemi, kemi pa armatim, pa gjë, pa ushtar, pa... Dëgjo, po të duash të marrës pushtetin e merr dhe me gur. E di këtë ti? Jo, po të ngrihen. Them për të ngrojtur në një situatë rast rreziku luftën. Nga kush të mbrojsh? Nga, jo, i pa mbrojtur, ashtu i lakurigje, i je me duar të gjepa. Nga ndonjë agresion jashtë më thua ti, harroje, s'kemi çfarë të mbrojmë. Këta i shitën armët. Sali Berisha i shiti armët. Sali Berisha i shkatërroi industrinë. Sali Berisha i shkatërroi që të gjitha. Ure arritin e mbyllën dhe fabrikat e lëkur këpucëve. S'kish bërë maki. Nuk kish ndodhur. Mbyllën fabrikat e letrës. Nuk kish ndodhur, kishim dy, një lush, një lesh. Gjithçka që ishte shqiptare, këta e shkatërruan. Atëre, e kuptoni, shqiptar do ta shikoj këta patronazhistët e Salihut, që dalën atje njerëz të pa njerëz të pa dignitet, njerëz të pa moral, njerëz të pa turp, ca interesagji, ca brasnjar që vjen atje për 5 lekë. Nuk i thon Sali Berisha zotëri, ku pa çon ti? Dhe pse duhet të jesh gjithë një atje? Ai e tregoi e vërtetoi dhe tha, konkurent për mua nuk ka, tha, pik. Nuk dua unë të ketë konkurent, e i përjashtoj dhe mirja bëri. Ai ashtu qeveris me një grup të strukturuar kriminal
në krye në ardhë dhe rotulti të nxjerr nga listat e mbyllura në zgjedhjet në vendimin që kanë marrë në 21 prill 2008 me me pjesën tjetër të Partisë Punës. Pra, komunistët zotëri me Salihun në krye nuk dorëzojnë pushtet. Nuk bëjnë zgjedhje, do ta shkelin Shqipërinë, do ta katandisin për barta, më të hanë barta. Tha mirë ajo ambasadoria amerikane. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën, për fat keq po e mbyllim me pesimizëm. Më jep një shkak i temë optimist, dakord. S'ke. Prisja nga ju, te ju. Jo. Nga unë ta thash. Po keti ndonjë shkak, ndonjë mundësi që të më bësh pesimist, po do ta pranoj me kënaqësi. Falenderoj shumë avokat. Gjithë të mirat.